الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falendrojmë Allahun Azza wa Jall, atë falendrojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjellim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ju përshëndesim me fjalën më të bukur: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah taala, sonte do të jemi pranë një teme e cila është shumë e rëndësishme. Ajo titullohet Veprat e zemrës. Veprat e zemrës. Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër, i krijoi krijesat e tij në veçanti njeriun për qëllimin më të madh, më fisnik. Ajo është vërtetimi i adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu jalla jalaluhu tha në Kur'anin e Kerim: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër vetëm që të më adhurojnë. Vetëm që të më adhurojnë. Ej, ya'budun, yuwahhidun, me njehsu Allahun jalla fi'ula. A thu vallë, çka do të thotë fjala adhurim? Dietarët kanë dhënë definicione të ndryshme për ajo që e cila është më përmbledhse e Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ai tha: "Al-ibadatu huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة." Thot, është një emër përmbledhës i gjitha veprave çka i don Allahu Azza wa Jall, edhe është i kënaqur me ta. I gjitha veprave çka i don Allahu Azza wa Jall, edhe është i kënaqur me ta. Prej veprave, prej fjalëve të mbrëmshme dhe të jashtme. Pra, veprat edhe fjalët të mbrëmshme dhe të jashtme. Sikur që namazi, zakati, agjerimi, haxhi, fjala e vërtet, me çu emanetin në vend, respekti dhe mirësjellja ndaj prindërve. Këto janë këtë veprat e jashtme. Tamam? Ndërsa veprat e mbrëmshme është hubbullah wa rasuluh, me dash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dashuria pra zemrës. Wa khashyatullahi, me pas frikë respekt Allahu jalla fi'ula. Tamam? Wal ikhlasu ad-dinu lah, edhe me qenë sinqert feja jon ndaj Allahu jalla jalaluhu wa jalla sha'nu. فهذا التعريف جامع بين لنا أن العبادة تنقسم إلى قسمين. Dhe ky definicion thot është përmbledhës e cila thot na kallëzon se ibadeti ndahet në dy lloj, dy pjesë. Aqwal wa a'mal zahira, fjalë dhe vepra të jashtme. Wa hiya al-ibadat badaniyya, dhe këto i përfshin veprat e trupit fizik. Tamam? Fjalët edhe veprat e gjymtyrëve, çka i bën me aspektin fizik. Ndërsa aqwal wa a'mal batina, ndërsa fjalët dhe veprat të mbrëmshme, të cilat i takojnë zemrës. Wa hiya ibadat qalbiyya, janë adhurime, i ka thënë adhurime të zemrës. Tamam? Fa kullu ibadatin min al-ibadat laha zahir wa batin. Çdo adhurim që e bojmë na, që e ban besimtari, e ka të jashtëmën e saj dhe të mbrëmshmën e saj.
Nuk ka adhurim që ka e bojmë na. Qoftë namazi, qoftë zekati, qoftë agjerimi, qoftë haxhi, qoftë leximi i Kuranit, qoftë ato të gjuhës. Tamam? Vetëm se edhe këto i kanë adhurimet e mbrëmshme. Nuk ka adhurim të jashtëm vetëm se posedon edhe adhurimin e mbrëmshëm. Fadhahiru qawlu lisan wa amalu jawarih. Të jashtëmët janë pra fjala e gjuhës dhe veprat e gjymtyreve. Dhe veprat e gjymtyreve, pra që falem na namazin e akşamit, kjo vepër e gjymtyreve, dhe të njëjtën kohë na recitojmë Kur'anin e Kerim, dhe madhurojmë Allahun, veprat e gjuhës. Wal batin huwa qawlu al-qalbi wa amalu al-qalb. Tamam? Ndërsa veprat e mbrëmshme janë fjala e zemrës dhe veprat e zemrës. Fjala e zemrës, a pas ka fjalë zemra? Edhe vepër? Ka. Fjala e zemrës, të nderuar vëllezër, është besimi dhe pranimi dhe njohja e Allahu Gjelle fi ula. Tamam? Vetëm që ti e din që Allahu është një dhe e ke pranuar këta, dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që është pejgamber dhe ka ardhur nga ai dhe i beson çdo gjë që ka thonë ai sallallahu alaihi wasallam. Kjo është fjala e zemrës. E veprat e zemrës janë frytet që ka vinë ka besim. Cilët janë ato? Tash ku ta njofsh këtë Allah dhe ta pranosh Gjelle Gjelaluhu, atëherë vjen ikhlasi, sinceriteti, të shadhërimi që ka e ban, rivjen vepra e zemrës. Atëherë lind në zemrën tone sinceriteti për Allah, dashuria ndaj Allah subhanahu wa taala, modestia ndaj Allah subhanahu wa taala, mbështetja ndaj Allah Gjelle fi'ula, frikë respekti ndaj Allah Gjelle fi'ula. Këto janë tash veprat e zemrës. Tamam? وكلاهما داخل في مسمى تلك العبادة. Edhe këto dy lloje veprat e jashtme që i përfshin gjuhës edhe gjymtyrëve, edhe veprat e mbrëmshme që i përfshin fjalët e zemrës dhe veprat e zemrës, tamam? Këto thot i përfshin këtë ibadeti. Pra gjë ibadet që ka e bojmë, duhet patjetër me kon këto këtë prezente. Për me kon e plot dhe pranuar te Allahu Gjelle fi ula. كما أنه أيضا سبب في الأجر. Edhe veprat e mbrëmshme të nderuar janë shkak ti për mu shpërblitje Allah subhanahu wa taala. Ha? Shkak mu shpërblitje Allahu Gjelle fi ula. O taksiru bi ahadi ma taksiru fi l'ibad nafsiha. Ndërsa njënën prej dyjave, këto qoftë mbrëmshme apo të jashtme, qoftë na mangësojmë, tamam? Atëherë ibadeti quhet i mangët. Për shembull, nëse nuk e krijmë na një rekat për rekateve në namazi është i mangët. Nëse se bojmë abdestin, që është prej kusheve të namazit është i mangët. Nëse nuk e lexojmë surën Fatiha në qiyam, në kam ku jemi në namaz, i mangët. Po të njëjtën kohë edhe nga të mbrëmshmet, nëse na kupton nuk e bojmë për Allah subhanahu wa taala, namazi është i mangët. Tamam? كما أن كمال تلك العبادة مرتبط بكمالها ظاهرا وباطنا. Dhe këto ibadete të janë të lidhura mes të mbrëmshmes dhe të jashtmes. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب. Thot Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala se veprat e jashtme që ka i bojmë nuk janë të plota dhe nuk janë të pranuara vetëm nëse na çka i përmbushmi me të mbrëmshmen tonë. Me të mbrëmshmen tonë. فمثلا صلاة لها ظاهر وهي أركان والواجبات والسنن. Për shembull namazi i ka wajibatet e saj, ruknet e saj, shtyllat apo wajibatet, sunnetet, e kështu me radhë. Këto janë të jashtme. E të mbrëmshme cilët janë? Khushu'i, frikë respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ikhlas, me bom vetëm për Allahun Gjelle fi ula. Qoftë e bojmë në namazin tash pa kuni çfarë ndjeshmërie në zemrën tonë. Apo siç ka thonë, sikur që ka ardhur ai sahabi kur e ka pa njërin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke fal namazin, do të thonë sikur i mbledh kokrat. Thot nuk
Dhe me thonë që fse vdes ai person, thot, në këtë gjendje, thot, ai vdes në miletin e jot pejgamberit alayhis salam. Do të thotë nuk i pranohet namazi, yadhan billah. Ai çetri sahabi kur hyri në xhami dhe fali namazin, fali dy rekate dhe shkoi ti fol pejgamberin për nësëm, çai tha, ktheu tha se si e fal. Deri në 3 herë. Pastaj tha ja Rasulullah kështu tha di. Pra e falte namazin shpejt dhe pa ndjeshmëria, yadhan billah. Tamam? Pra i ka mungu khushu'i, frikë respektin e namaz. Pra ata kupton ka thënë selefët ku ta falemi namazin, mendojni që kin namaz është i fundit i juaj. Pse kjo ja ushton frikë respektin ndaj Allahut subhanahu wa taala në namaz. Dhe ja u ban çdo namaz, ja u ban sa më të plot. Ha? Përse i përket të mbrëmshmes tuaj. Se ju mundi me krije, elhamdulillah, kushtet e namazit, rukët e namazit, vajibatet, sunnetet e namazit e kështu me radhë. Mirë po në qoftë se na nuk vime edhe me veprat e mbrëmshme, atë është problematik. Tamam? العبادات قلبية أعمال القلوب كالمحبة والشوق والخوف والرجاء والإخلاص والصدق والخشوع والخضوع والتواضع وغيرها. Cilat janë veprat e zemrës së nderuar? Janë ato sikur dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala, përmallimi ndaj Allahut subhanahu wa taala, frikë respekti ndaj Allahut azza wa jall. Ha? Shpresa për veprave të zemrës që duhet të shpresun ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ikhlasi, sinqeriteti, sidq, vërtetësia me koni vërtetë, kupton? Khushu'i, frikë respekti, edhe ikhlasi ndaj Allahut xhalla fi ula. Ahmiyatu al-a'mal al-qalbiyya, cila është rëndësia e veprave të zemrës së nderuar në adhurime. يظن فئام من المسلمين أن الأعمال قلوب من فضائل الأعمال والمستحباتها. Shumë prej muslimanëve mendojnë se veprat e zemrës janë në fakt vepra të mira, nëse i ban njeri është në rregull. Tamam? Por ndryshe kupton nuk ka lidhje fort me adhurimet që i bojmë na, kupton me nëpërmes gjymtyrëve tona. Shumica mendojnë kështu. فمن قام بها فله أجر ومثوبة ومن قصر فيها فلا شيء عليه. Derisa mendojnë thotë se nëse ti je mukhlis, je i sinqert, tamam? Mirë, nëse nuk i ban për Allah në rregull me rëndësi e ke kri. E ke bon rritin apkuton ngritu edhe bjerë. Tamam? Thot kaq është puna apkuton, kaq është kërkesa e Allahut subhanahu wa taala për sa i përket adhurimeve. Tamam? Apkuton, mirë po çka? وهذا مما يبين لنا سبب تقصير والخلل عند كثير من الناس في تعليم أعلام القلوب وتكميلها والقيام بها. Edhe kjo thot kallzon nivelin e njerëzve, e muslimanëve në veçanti. Me thonë mbi njohjen dhe rëndësinë e veprave të zemrës, se me zemra në fakt arrimi te Allahu subhanahu wa taala. Tamam? Veprat e zemrës janë baza e këtyre veprave të jashtme. Ha? Temeli i këtë veprave të jashtme, kupton, janë veprat e zemrës. Thot, do t'i cekim thot disa pika përsa i përket rëndësisë së veprave të zemrës në jetën e besimtarit. Thot, e para, en a'mal al-qulub wajibe ala kulli muslim kama tajibu alayhi a'mal al-jawarih. Thot, veprat e zemrës janë detyrim wajib për besimtarin në adhurime, kur t'i ban adhurimet, mi pas edhe ato vepra në prezencë zemrën e tij, si kur akuton veprat e jashtme që ka i bën. Tamam? Bel inna a'mal al-qulub ashadda wujuban min a'mal al-jawarih. Bile thot veprat e zemrës janë, për sa i përket obligueshmërisë dhe domosdoshmërisë janë më të forta se sa veprat e jashtme. Më të forta se sa veprat e jashtme. ثوت ابن قيم رحمه الله تعالى فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان. Obligueshmëria, tamam, e veprave të zemrës në adhurim është më obligative se sa obligueshmëria e veprave të trupit. Tamam? Për shembull, njeriu kur nuk fal, kur nuk ka abdes, kur nuk ka ujë, mund marrë tejemum, apo? Nuk ka patjetër deri me shkuti me kilometri me gjetë ujë, nuk ka ujë afër rreth teje, ka namazit merr, ka lehtësim.
S'munësh mu falin kom, munësh mu falin karrik, apo ul. Tamam? E kështu me radhë. Ndërsa prania e sinceritetit në veprën që ka e ban ti, që me bon vetëm para Allah, kjo nuk ka lehtësim, nuk ka me thonë ti, në qoftë se s'mund me bo para Allah, anë i ban edhe për me lajken me bo. S'ka. Kjo është më e rëndësishme apëkuton. Për shkak se apëkuton të njëjtin adhurim, në qoftë se pa mundsohet fiziku jot, fiziku jot me kry që duhet, në qoftë se apëkuton veprat e zemrës janë gjalla dhe pranishëm, në momentin e kryesit të adhurimi, vepra është 100%. Siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili thot është i smut. Pra kur okon i shëndosh, apo kur okon apëkuton çka, nuk okon i zon, thot i ka kryer adhurimet që duhet. Momentin thot kur çka e pengon arsyeja për me kryer një adhurim, ose me prezantu në xhami smuja, po i kryen në shtëpi, ose ul, ose shtrit, sikur që është me kon në spitali shtrit e kështu me radhë, apo thot me lajke shkruja veprën 100%, se vapin e veprës. Edhe pse nuk e falin në xhami, edhe pse nuk e falin kom. Pse? Se vepra e zemrës është e plot në zemrën e tij. Cila është ajo? Sinqeriteti. Një dhe e dyta, kur okon i lirë, thot ki në fakt o kupton okon i sinqert dhe i ka bën veprat në formën më të mirë dhe më të plot që ka ekzistuar. E dyta të ndërruar vëllezër është inna qiyam al-abd bi amal al-qulub bi tawfiq Allah sabab lil-thawab. Dhe prurja e veprave të zemrës apo prania e veprave të zemrës është shkak që Allah na shpërbli për veprat që i bëjmë na me gjymtyr. Por ndryshe nëse nuk janë këtu, haba'an manthura. Plon edhe hi. Apo o taqsir o tafrit fiha qad yakunu sababan lil-iqab fi ad-dunya wal-akhirah. Nërsa mangësia këtoni këtine veprave, jedhen billah, zemrës, edhe pse bojnë veprat e gjymtyrëve, ndoshta këton këto bojnë shkak që Allah më na dënon, jedhen billah. A pse sa e rëndësishme? Ti e krin një adhurim, po nuk e krin për Allah subhanahu wa taala. Apo ti e krin një adhurim, po jo me frikë respekt ndaj Allah subhanahu wa taala. A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndoshta thot një njeri thot ka hisën e namazën e tij prej 10-ve 9%. Ka prej tyre çka? Prej 10-ve 8%, 5%, 2%, derisa thot ka prej atyre që e bojnë namazin s'kan hisë hiç se vapit. Se kanë kryer ç'i duhet. Tamam yadhan billah. Ka prej tyre që i jepet për fytyrë bile. Apo shef? thot يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أنه لا عقوبة. Thot Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala për sa i përket dënimit të tij që bëhet çka ka buton mosprania e një vepre të mbrëmshme në adhurime, tamam? Thot mendon thot ai se akuton çka Allahu nuk më dënon mu. Pse? I ka dhënë evlat, ka dhënë punë, i ka shtu pare, pasuri, tamam? Edhe mendon që akuton ki thot Allahu nuk po më dënon. A kanë thonë ulemat akuton fil ma'siyatu ba'da al-ma'siyah iqabu al-ma'siyah. A nuk e dini ngrati se Allahu të dënon edhe ai nuk të vrejt. Pse? Ka thonë për shkak se akuton ndaj një mëkatimi. Në qoftë se ti vazhdon me mëkatin e dytë, di se kjo dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Se dënim ndaj një mëkatimi është pasimi i të keqës me të keqe. Tamam? Kjo dënim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra me muzhiti edhe më shumë. Kurse për besimtarin çka ndodh? Kur ta bën një gjuna, kur ta bën një mëkatim, që do të thonë çka duhet që të dënohet, Allah subhanahu wa taala çka masa ti mëkatimi e inspiron me bon istighfar, me bon një vepër të mirë. Pse më jafshin atë? Kurse nëse një person bën mëkat edhe nuk nin,
Edhe ajo të bëni me ka tjetër, menher mas ati di se Allah të denu e jedhën billah. Edhe personi duhet, apo muslimoni duhet, që t'i kthehit vetë vetës. Edhe ta shef këta si dënim dhe Allah subhanahu wa taala. Për ata çka është thonë me kupton? Dhe ka thonë dhe pasimi të mirës me të mirë, di se Allah të shpërbly. Allah të dasht. Qoftë se ti e bën një të mirë, apo Allahu, ku është që Allah të shpërbly? Qoftë se pas asaj të mirë ti e bën një të mirë tjetër. Allah t'i shton të mirat, pse? Për me shpërbly, me të dhënë. Por ata kanë thonë, a kupton, një transmetim nga Ben Israilit, një person kupton ka bu mëkatim dhe ka thonë, o Zoti i Madh, unë po bëj gjuna ku thot ti s'po më dënon hiç. S'po më dënon. Edhe nuk po e shoh dënimin tan mbi mua. Thot ju shthon, thot herë një zon dhe i tha, unë thot sa herë jam të dënu, po ti nuk i të kuptu. Cila është ajo? Elejse qat haramtuke halawatu menajati. Thot, a nuk të kam privu, thot, nga shija e lidhjes me Allah subhanahu wa taala, e shija Simonit. Subhanallah. Njerëzit mendojnë se vetëm unë nëse i shpetoj, apo ton çka gurve nga qielli, ose shafitjes tokës, unë e mirë jam. Allah s'm ka dënë. A nuk e di ngrati se Allah me ta hek, me ta ngursu zemrën, me ta hek shijen e imanit, shijen e adhurimit. Kjo është dënimi më i madh. Edhe këto besimtarë që më pa kupton me synin, dhe me thonë e thellë gjërat. Jo vetëm me thonë se fizikisht elhamdullah unë e mirë jam. Elhamdullah mua në familje s'm ka në punë, në kerr, shpetova kështu me radhë. Jo. Po Allah subhanahu wa taala kur dënon mundet me dënu me ti marr çka, me ti ngurcu, me ta ngurcu zemrën. Edhe ti mundesh ndoshta edhe ban gjymtyr, me gjymtyr ti. Ban vepra me gjymtyr, kupton? Ndërsa ta ka ngurcu zemrën e jedhën billah, a kjo mund me kon dënim prej dënimeve të Allah subhanahu wa taala. E treta ka thonë inel ibadat qalbihi li asli wal ibadat badaniya tabi'a wa mukammila laha. Thot veprat e zemrës janë baza të nderuar siç tham, ndërsa veprat e gjymtyrëve janë pasuesit e saj. Apo çka e pasojnë atë. Po shkak se inel ibadat qalbiya ruhul ibadat badaniya. Ndërsa veprat e zemrës sot janë shpirti i veprave të gjymtyrëve. Shpirti, ai gjallësia. Çka e bën të vlefshme veprën është prej këtij. E përse sa më e rëndësishme? A kupton? Të selet dhe gjenerat e para të ndëruar lezër, dhe me thonë nuk o konë problematika të ato aspekti i jashtëm, dhe me thonë formaliteti. Të ato deri se edhe munafikat matë më dhaha janë konë në safin e parë. So konë ki problem. E riko konë dalimi, kupton? Edhe ku kanë garu selefët, kanë garu të kjo. Wallahi kanë garu të kjo. Edhe me këta kanë arritë Allah subhanahu wa taala. Da? Me këtu mbrejna kanë arritë Allah subhanahu wa taala. Për atë ka thënë يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أهمية أعمال القلوب في حديثه عن البينة وأهميتها قال وإنما هي الأصل المراد المقصود وأعمال الجوارح تبعة ومكملة ومتممة. تمام؟ Ka thonë dhe qëllimi kryesor i këtij adhurimeve është në fakt veprat e zemrës. Kurse të jashtmet janë vetëm pasojnë atë. I pasojnë këto. I pasojnë të jashtmet. Wa inna niyatu bi manzilati ar-ruh. Por shkak se niyeti është, dhe me thonë në venin e shpirtit, sikur në trupin e njerit, apo këto. Niyeti. E niyeti u prej veprave të zemrës. Wal amalu bi manzilati al-jasad wal a'dha. Nësa vepra e gjymtyrëve është sikur trupin e njeriut. Alladhi idha faraqa ar-ruh fa mawat. Qëse shpirti del trupit, ajo mbetet vetëm si një dru, pa vlerë. Tamam? Këta është ka e vlerën njëri të shpirti. Kështu janë veprat e zemrës e nderuar vëllezër, për sa i përket veprave të jashtëm. E katërta është tafadul ibad inda Allah bi tafadul ma fi qulubihim min a'mal al-qulub. Edhe gradimi apo derejët të Allahu, derejët e muslimanëve, e njerëzve te Allah azza wa jall janë varësisht veprave të zemrës, jo të jashtme. Tamam? Thot Allah azza wa jall inna akramakum inda Allahi atqakum. Më të vërtet më afër Allahut është ai i cili më i devotshëm.
Jo I cili bën rekate shumë ndoshta. Ne nuk thojmë se bën rekate shumë. Po me ditë cila është e rëndësishme. Tamam? Ka thonë më të vërtet më afër Allahut është më I nderuari te Allah është ai I cili është më I devotshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Tha at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Devotshmëria këtu, devotshmëria këtu, devotshmëria këtu. Tamam? Kjo jep me kuptue se domethënë rëndësinë e kësaj këtu mresh. Thot Ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala fi wasfi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'udi kur I ka cilësuar dhe I ka përshkruar shokët e pejgamberit alayhis salam, çka tha? Ulaika ashabu Muhammad. Kto ishin shokët e pejgamberit Allahut. Ha? Kanu afdal hadhihi al-umma. Ishin gjenerata më e mirë këtij ummeti. Abarruha quluban, me zemra më të mira. Cilësinë e parë çka e tha? Tha me zemra më të mira. Nuk tha me pamje. Nuk tha me rekate, nuk tha me adhurime të shumta. Wallahi, billahi, tallahi, o lezer. Para mendo të pejgamberi Allahut, sahabijun e ndershëm, I tha kjo është në xhennet. Wallahi nuk I ka thonë për shkak se ai tan natën kanë të kom tu fal. Si ka thonë? As I ka thonë se ki nuk konal për agjerimit. As I ka thonë se ki ja kuton një hat me nditët e bë. Ha? Kur shkoi Abdullah ibn Omeri me nejt në shtëpinë e tij deri në 3 ditë si musafir, vetëm ta shef se shka tu bon kimre, vëlla ta bëj dhe unë. Ha? Shkoi u fal tek farzët e Allahut, sunnetet e namazeve, tamam? Falte vitrin edhe binte me flejt. Qonte në sabah, shkonte në xhami. Njeri rëndomt, të me thonë me një rëndom thjesht apo tonë. Subhanallah. Deri sa nuk vrejti as një dallim që ka e bojnë muslimanë në përgjithësi. Çka I tha? Tha unë po shkoj, po du me madhoni përgjigje mua. Po du me më kallëzu e a thu valë çka puna me ti, çka ken ti e po tonë. Çka I tu bon ti diçka po tonë, kur gjon vallahi, vetëm këtë çka e pa. Ku mi jetu me ti e qish jetoj normal. Tamam? Vetëm se thot unë, thot zemra jeme është e pastër ndaj këtë muslimanëve. Nuk vnohet kjo faqe thot ne jastak. Vetëm se thot ja u bëj halal të gjithë. Fillimisht. Në zemrën tim nuk ka nësni urrëtie apo smirë ndaj askuj, edhe këtë kanë halal muslimanët. Që ku ka rrit me zemër? Ku ka rrit me veprat e zemrës e nderuar vëllezër. Thot Abu Bakr al-Mazani rahimahullah, ma faqa Abu Bakr radiyallahu anhu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis-sawm wala salah. Thot Abu Bakr radiyallahu anhu nuk I ka të kalu sahabët e pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam që e ka arritur shkallë që është njeriu më I mirë në umetin përse pas pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot me namaz të shumë dhe me xherim të shumt. Ha? Wallahi nuk e ka arritur atë. Çka ka thonë? Walakin bi shay'in kana fi qalbi. Thot e ka arritur ata me diçka që ka qenë në zemrën e tij. Thellë ka lëshuar rrojt imani I tij e kupton. Dhe njohja Allahu xhelle fi ula. Thellë në zemrën e tij. Me këta ja këtë e kalu. Jo me qera. Ato qera që janë konë vetëm fryte. Tamam? Omeri radiallahu ta'ala anhu, ragme anna islamu kërë mutaakhiran binisbeti li 10 mubashirin bil janna. Omeri radiallahu ta'ala anhu gjithashtu shoki e Abu Bekrit. Në vitin e 6 të shpalljes pejgamberit Allah sa vitin, do të them mas 6 vite që ka nis shpallja, mas 6 vite ka pranuar Islamin Omeri radiallahu anhu. Ha? Mbrejnë këne 6 vite kishte sahabi shumë që pranë në Islamin, hinë në Islam. Po çka e boni Omerin e radiallahu anhu me konë më njëherë mas Abu Bekrit kaq I lartë. Ha? Abu Don ishte pra ajo e cila kishte në zemrën e tij. Prej sinqeritetit, prej imanit, prej njohjes Allahu xhelle fi ula. تفاضل أعمال العباد عند الله جل بتفاضل ما في قلوب من أعمال القلوب. Gjithashtu, dallimi I njerëzve kupton te Allahu xhelle fi ula për sa I përket adhurimeve, apo kupton, është vjen si pasojë apo si rezultat I asaj që e posedojnë këtu. Para mendoje ti në safin e parë janë xhamati. Tu di kanë ardhur herët. Tu di para ikametit. Apo tu di bismillah me tekbirin e imamit. Këtë në rregull, gjithçka
a kupton e plot, për sa i përket të jashtmes. Kanë dallime të Allahu xhelle fi ula, kanë thënë dietarët sikur nata me ditën, apo sikur toka me qiellin. Tamam? Kush i boni këto dallime tash? I boni ajo se njeri këtu që ka më një herë në krajin e djathtë, ka shku te Allahu me zemrën e tij, me sinqeritetin e tij, me shijen e imanit, me praninë e zemrës tij namaz, me frikë dhe respektin ndaj Allahu xhelle fi ula, ndërsa tjetri sa tregti të t'i bën, apo kupton. Sa probleme ta kupton i kanë krye. Ndështë kupton thot vetë sa ta kri namazin filoni që më ka nervozuar para namazit unë ja kum bon shka kam ja bën mas namazi. Para mendoj, njërin tok, njërin qiell. Kurse veprat e gjimtirëve njëjtë. Kush e boni këtë dallim të nderuar vëllezër? Veprat e zemrës. Veprat e zemrës. Për ta thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa innal a'mal tatafadal bi tafadul ma fi al-qulub min al-iman wal ikhlas. Veprat e kupton çka? Kanë dallime mes njëna tjetrën për sa i përket asaj që sila gjindet këtu. Ç'është këtu kena dallim njëri apo kupton disë edhe veprat çashtu janë te Allah subhanahu wa taala. Te Allah subhanahu. Dhe pse i kena bën të jashtë me njëjtë. Me abdes, me këtë në kohën e njëjtë, këtë në rregull, ndërsa njëri i paguhet shumë, njëri i paguhet pak. Ndoshta edhe nuk i paguhet hiç, ja dhan billah. Por ata të ndëruar zot po dojmë pak me bën një rikujtim për sa i përket të mbrëmshmës. Pse? Se kjo është shumë e rëndësishme. Duke e rëndësishme apguton numri i shumë të adhurimeve të jashtme. Sa është e rëndësishme të nderuar vëllezër atë sa e ban, atë çka e ban me e bon apguton me praninë e veprave të mbrëmshme. Wallahi, direkat me ti pranu Allah xhelle xhelalu ka me shin xhennet. Ka thonë selefat inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Në ajetin e Allah xhelle xhelalu thotë wallahi, me ditë se Allah më ka pranuar thot një vepër. Apo direqat, tash kisha dash me dek. Tash kisha dash me shku te Allah subhanahu wa taala. Tamam? Pse kanë thonë? Po shkak se Allah nuk e pranon vetëm se pit devotshmi. Do me thonë se unë e kokshna prej tyre. E nëse je prej tyre, Allah pas ka mëshiru vëllavje. Allah pas ka mëshiru. Por ata lufta e jonë të nderuar vëllezër, apo preokupimi jonë, apo galja më shumë apo kupton të jetë më shumë ta përmirësojmë të mbrëmshmen se sa pamjen e jashtme, ja dhan billah. Tamam? Se kjo inshallah kjo neve na mizoni ditën e kiametit apo kupton na i rëndon më shumë. Kan thon e gjasha inel qalb wa ma fihi min al-a'mal al-qulub huwa mahallu an-nadhar Rabbi tabaraka wa ta'ala. A nuk mjafton thot se zemra është vendi ku Allahu shikon. Jo të jashtme. Çka ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah nuk shikon në të jashtmen e juve as në pasurinë e juve. Nuk shikon. Po çka thot? Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Shikon zemrat e juaja dhe veprat e juaja. Si rezultati i zemrave. Veprat si rezultati i zemrave të juaja. E zemra a nuk mjafton për besimtarin apo kupton se është vendi ku shikon Allahu? Ndërsa vepra e jashtme apo kupton është forma që shikojnë njerëzit më shumë. Ti më shumë po kujdesesh për atë çka e shikojnë njerëzit sa për atë çka e shikon Allahu xhelle fi ula. Për ata më shumë të kujdesmi për atë çka e shikon Allahu xhelle xhelalu. Tamam? Apo edhe ta mbjellë me sinqeritetin e zemrat e tona. Se tek e fundit e kupton as vetin sonë rrej, as ti po e rrej njëri vetën, ja dhan billah. As Allah subhanahu wa taala, po e rrej njëri vetën. Do të thotë as Allah, as njerëzit robët e Allahut po e rrej njëri vetën. Për ata kupton kjo është ajo. Unë e kum vendos me kon te Allahu xhelle fi ula që shton ai subhanahu wa taala. Me ato mundësitë mia që ai ka. Tamam? Duke filluar nga këtu. Dhe mos më interesu mua kupton ajat çka e thonë robrit e Allah subhanahu wa taala. القلب كالملك والجواري كالجنود التابعة له. Ka thënë zemra është sikur komandanti, ndërsa gjymtyrët janë sikur ushtarët. Ushtarët kanë e pasojnë komandantin. Para ata nuk ka mundësi apo kupton njeriu me bën diçka vetëm se atë çka e posedon këtu. Atë çka e posedon këtu. فصلاح القلب تصلح الجواري بعمل الصالح. Dhe përmirësimi i zemrave të nderuar vëllezër, gjithashtu na i përmirëson edhe veprat. Elhamdulillah,
dhe me thonë për mos me shku deri në pesimizëm, tamam? Veprat që ka me një mjedis të tillë, tamam, besimtarët që kujdesin për namazet e tyre, kujdesin kupton për shtëpitë e Allahut xhelle fi'ula, lën punët e tyre, ndoshta kanë problematika kupton në punat që për me marrë një kohë me fal xhumon. Këto keq janë rezultat kupton e imanit të juve, e imanit besimtar, që duhet me falendëruar Allah subhanahu wa taala. Tamam? Se na tha mos me pas iman kupton këtu ti benarsh që tu kupton. 5 kote namazit, ty be një rush kote namazit, e kështu me radhë. Por kjo rezultat kupton mirë, po na çka thojmë? Kjo do të thonë është me hudh një dritë, do të thonë pak më të thellë mbi rëndësinë e veprave të zemrave kupton, në mënyrë që të kemi njohuri më shumë dhe të bëjmë sa më të sinqerta veprat për Allah subhanahu wa taala. Inna ladhata al-ibad wat-tamanina fiha wal-uns biha wa qurratu al-ayn wa rahatu an-nafs wa inshirah as-sadr la takunu illa bi tahqiq a'mal al-qulub. Kur i shikojmë veprat, adhurimet, vetëm atëherë çka kur veprat e tona në zemër janë prezente, janë gjalla. Apo çatëherë kupton edhe i shijojmë në adhurimet e jashtme. Tek e pa për shembull, çka i kanë bërë gjenerat e para me shiju namazin. Bile mu hub në namaz. Ka hin namaz edhe bile transmetohet për selefi çka ka kërkuar çdo operacion që ka pas trupin e tij, ban ma kur jam në namaz. Pse? O zhytën ta. Në shijen në namazit. E kanë djeja kupton madhërinë e Allah subhanahu wa taala. Apo i ka harru gjithë për kur thojmë Allahu Akbar, Allahu është më i madh. Çka? Këtë dunjoja mas. Çdo se në dunjos mas meje është. Nuk ka përpara. E kush e bën këta? Kur njeriu veprat e zemrës i ka të pranishme. I ka të gjalla. Ku lutim Allah subhanahu wa taala të nderuar vëllezër, që Allah subhanahu wa taala xhelle fi'ula të na ban për atyre të cilët e adhurojmë Allahun azza wa jall me veprat e jashtme dhe veprat e mbreshme. Lutim Allahun xhelle fi'ula që Allahu xhelle xhelalu rinin ton ta uzon ya rabbel alamin. Muslimanët ti forcon në din dhe ti uzon ata që është më e mirë. Allahu azza wa jall ti ruan pra muslimanët, familjet e tyre. اكشم راض واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الله شكرا.